këtu në kryqëzimin pranë postës qendrore të Tiranës, siç njihet ndryshe edhe tregu i dollarit, tregtar ambulant vazhdojnë shitjen dhe tregtimin e kartave të telefonit me çmim që variojnë nga 5.000 deri 10.000 lekë. Pavarësisht masave të marrën nga policia, shumë shitës vazhdojnë të tregtojnë kartat në këtë zonë. Tregtarët ambulant vazhdojnë të jenë furnizuesit kryesor të personave me precedent penal. Disa prej tyre janë identifikuar edhe si pronar të kartave që janë përdorur për të aktivizuar sasi tritoli në disa atentate. Policia e Tiranës prej 2 ditësh ka në shënjesër këta tregtar, pasi shoqërohen për disa orë, shitësve të kartave u komunikohet ndjekja penale në gjendje të lirë. Sipas policisë, deri tani janë proceduar 5 persona për akuzat e fshehjes së të ardhurave dhe ushtrimit pa licencë të veprimtarisë financiare. Pas kërkesës së Ministrisë së Brendshme për mbylljen e numrave që përdoren nga persona të pa identifikuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare thotë se nuk ka mundësi të ndërhyjë vetëm për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Ndërkohë, Prokuroria e Tiranës po heton disa persona, punonjës të kompanive telefonike, të cilët kanë shitur numra duke i regjistruar në emër të personave që nuk janë blerësit e vërtetë.